Ka përfunduar shtrimi me asfalt i segmentit rrugor në territorin e bashkisë Mallakastër nga Fratari deri në Visok, ndërsa aktualisht po vijojnë pundimet përfundimtare që lidhen me sistemin e kanalizimeve kulluese, ndërtimin e mureve mbajtëse. Paralelisht me këtë investim, puna ka hyrë në një fazë të re dhe në segmentin rrugor që përshkon territorin e bashkive Fier dhe Patos, pjesë e aksit kombëtar Fier, kthesa e Patosit, Ballsh, Fratar. Ky projekt infrastrukture konsiderohet një ndër investimet më të rëndësishme për zonën e Mallakastrës, pasi pritet të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen e automjeteve dhe të krijojë kushte më të favorshme për zhvillimin ekonomik të zonës. Banorët të cilët prej vitesh kanë lidhur jetën dhe aktivitetin e tyre me këtë aks rrugor, shprehen se rikonstruksioni do të japë një impuls të ri zhvillimit të zonës, ku përfshihen mbi 34.000 banor. Rruga e Mallakastrës ka mbaruar tani deri në oficinë, deri në sektorin që vazhdon për në Fier. Tashi vazhdon nga oficinë e vjetër, ke lajthit, edhe për në Fier. Rruga e bërë shumë e mirë, jemi shumë të kënaqur nga shteti edhe nga firma që ka bërë. Ka lehtësuar komunikimin? Shumë fare, shumë jashtëzakonisht. Unë për shembull vija me makinë për të vajtur në Ballës, nga aty ku jam, e për vajtur në Ballës, më përpara doja një gjysmë ore të vija. Zë tani unë për 6-7 minuta na oficina shkoj në Ballës. Për qep. Riparimi i rrugës është bërë goxha për këtë pjesë që ka mbaruar. Është bërë i mirë. Mos themi atë që kanë bërë kanalizimet, kanë bërë betonimet, ato anët e rrugëve kanë bërë thellime mbushur me çakull e njeshur, shëruar edhe anti-lagësi. Po, në thellësi. Cili do të jetë ndikimi do të ketë kjo rrugë për zhvillimin ekonomik? Mirë do bërë. Të tjetë perspektivë. Se para të kohë Ballshi ngeli që kam filluar ta mbarojnë. Si që kam bërë pjesën e Mallakastrës, ta bëjnë e pjesën tona Fieri këtej. Sipas banorëve, edhe segmenti që po rikonstruktohet në territorin e Fierit pritet të realizohet me standarde të njëjta me ato të segmentit Fratar, Ballsh, Visok. Ata vlerësojnë se kjo garanton një cilësi më të mirë të investimit, jo vetëm për shkak se punimet po kryhen nga i njëjti subjekt zbatues, por edhe fal konfiguracionit më të favorshëm gjeografik të zonës.